2 ushtrime për ty që ke dhimbje tek kavilja jote ose tek kyçi i këmbës. Këmba ku ju them e vendosni fiks tek karrikja dhe ajo që bëni qëndroni drejt me trupin tuaj dhe shkoni para një trajtësisht. Në këtë mënyrë dhe ktheheni mbrapa. Ju lutem mos u përkulni sepse nuk bëni asnjë lloj lëvizje me kyçin e këmbës, por e bëni me trungun. Pra në këtë mënyrë shkojmë para deri në nivelin e dhimbjes. Nëse ju nuk mund të toleroni në këtë nivel, mund të shkoni edhe pak më mbrapa dhe më pas e relaksoheni. Mund ta bëni nga të dyja këmbët. Këtë ushtrim ta bëni 15 përsëritje 3 sete në ditë, ndërsa ushtrimi tjetër duhet kalojmë në pozicionin ulur. Do jeni në pozicionin ulur si unë në video dhe nga ana ku ju dhem kavilja, merrni një peshqir dhe rrotulloni disa herë dhe majat e gishërinjve tuaj vendosen tek peshqiri dhe ju mundoni të shkoni para me trung. Por mundoni ju lutem të mos kruseni në këtë mënyrë të shkoni, sepse mund të shkaktoni dhimbje të mesit tuaj. Pra, trupi është drejt dhe shkojmë në këtë mënyrë. Mundoni që pjesa e themrës të mos të ngrihet, po të jetë e buthitur në tokë. Pra, ose mund ta mbani me dorën tuaj dhe të shkoni në këtë mënyrë. Do ndjeni tërheqje të madhe tek shputa e këmbës, po mund të ndjeni dhe pjesë ose ngarkesë ose dhimbje tek kyçi i këmbës, sepse kjo do të thotë që ju po egzagjeroni. Kështu që lëvizjet të bëhen të ngadalta deri në nivelin e dhimbjes, duke respektuar atë. Kjo ushtrim të përsëritet 10 përsëritje 2 sete në